Një zhvillim i rënd nga Malisheva. I dyshuari për vrasjen e bashkëshortes së tij shtatzën ka ndruar jetë. Egzom Bytyqi ka vdekur në qendrën klinike universitare të Kosovës, pasi nuk ka arritur të mbjetoj plagëve të marra. Lajmin e ka konfirmuar drejtori i klinikës së mjekimit intenziv qendror, Shaqi Ruka. Bytyqi po trajtohej në gjendje të rëndë në QKUK, pasi dyshohet si kishte plagosur veten me armë zjarri pas ngjarjes. Rasti i rënd kishte ndodhur më 23 gusht rreth orës 23:20 në fshatin Kërvasari të Malishevës. Policia kishte gjetur çiftin të plagosur me armë zjarri në dhomën e gjumit. Bashkëshortja e tij 25 vjeçare dhe shtatzën në javën e 34 kishte ndruar jetë në QKUK, pavarësisht përpjekjeve të mjekëve për ta shpëtuar. Prokuroria themelore në Gjakov e kishte trajtuar Bytyqin si të dyshuar për vrasjen e bashkëshortes. Rasti ishte inicuar për veprat penale vrasje e rënd dhe mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. Tashmë edhe i dyshuari ka ndruar jetë, duke e bërë këtë rast tragjik edhe më të rënd.